Takimi zyrtar mes ministrit të jashtëm të Maqedonisë Nikola Popovski dhe ministrit të mbrojtjes së Shqipërisë Arben Imami i zhvilluar 2 ditë më parë, pra në 20 janar 2012 në Shkup, mund të quhet një skandal i vërtet diplomatik mes dy vendeve. Ashtu siç tregojnë edhe këto pamje, në tryezën e takimit dhe në zyrën e shefit të diplomacisë maqedonase, mungon simboli kombëtar shqiptar Flamuri Kuqezi, i cili si çdo takim protokollar mes dy delegacionesh duhet të jetë i pranishëm gjatë bisedimeve mes delegacioneve. Jo vetëm kaq, zyra e ministrit Popovski është e pajisur më së miri me flamurin e madh të Maqedonisë dhe atë të Bashkimit Evropian, por vetëm kaq. Asnjë gjurmë me simboli shqiptar, Flamuri Kuqezi, i cili nuk është vështirë të gjendet në Maqedoni, vend në të cilin ky simbol përfaqëson gjysmën e mos më tepër të popullsisë së shtetit të Maqedonisë. Ironia e gjithë këtij skandali shtohet edhe më tepër kur mendon se ministri i mbrojtjes Imami ndodhet në Shkup për të garantuar mbështetjen e Tiranës zyrtare për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO, proces i cili mbahet peng nga vendi fqinj Greqia. Në të njëjtën ditë, ministri Arben Imami është takuar edhe me homologun e tij në qeverinë e Maqedonisë Fatmir Besimi. Në këtë takim, ministri shqiptar i Maqedonisë e respekton pik për pik protokollin zyrtar, ku në tryezën e vogël shihen mjaft qartë dy flamuj të vegjël, ai Kuqezi dhe ai Maqedonas.